paramendoje me të ardhë ndërtime, qështo, të prona jote, edhe ti mos me mujt me bo marrëveshje me ndërtus për shkak se qera marsi ta ka uzurpu pronën edhe refuzon me dal. Nga jeni rrëfimin e pren kaqinarit. Unë ju kam thirrë juve për me sqaru pak këtë problem se kam unë me rastin e pronës teme, të cilën e kam dhënë për 3 vjet me qera. Në vitin 2024 me 30-12 i ka skandu kontrata. Edhe une nuk kam marrë deri si i ka skandu afati këtu kontratës, nuk kam marrë absolut me këshyrë këtu të veni, se ka pas kontratë. Po me 5 janar 2025, kur ka marrë me këshyrë shka u bon se su lemru nishë, edhe kanë met pak bërgjë, edhe kur vi e shof personin të cilin nuk e njoh fare kush është ai, dhe unë i tham, ti ja munësh që kush je ti për. Ti nuk ja ke lëshu ati personi? Jo, nuk ja kam shu. Nuk ja kam shu. Tu ka shfaq dikush tjetër? Dikush tjetër. Si qira marë? Po, aty, edhe i tham, a munësh më të regu kush je ti? Unë jam vllavi i Sefes. Më ka thonë. Po, unë me ty nuk kam kontratë. Sefa është personi... cilën kam bon kontratë. Po. Edhe i tham, unë me ty s'kam bajnë kur gja me ty, unë me ty s'kam bon kontratë. Po. Ti duhet më maleru pronën sa më shpejt. Edhe dyqysh pak ka kontestu, po kara, tha, a banë më dhënë pak milet. Kam një farë marrëveshje me Gizin, u thash u kryj, sa për dënë 15 dit. 15 dit i ki. Edhe janë kryj 15 dit, kam ardhë, edhe njëherë, më ka thonë, a munësh edhe një kam më të dhanë. Ja kam dhanë, kam thonë, zban me lujtë. Zoti lunë, une nuk lujë. Edhe nuk ka kryo asaja. Nuk ka kryo asaja. Edhe kimi ardhë dhe njëherë, aja herë ka thonë së dalë. Nuk dalë. Shka keni ardhë ju këtu, nuk dalë. Edhe u kryo e punë, kam fillu me polici, s'ka kur gja. Kam prokurori, kam qenë 5 herë të krye prokurori, e kam lutë. Ligjin një zotron, unë s'jem për me bon problem, me ligj jam të dash, veni jam, du sa ma shpejt më ma liru. 5 herë, 5 herë më ka thonë, zotni, e ki lambën në gjëkatë. Prokuroria ka ngrita këtë akuzë? Ka ngrita këtë akuzë, më ka thonë, e ki që në gjëkatë. Rasti ka shku në gjëkatë, edhe prej aty ka stagnu. Ka stagnu. Kur ka ndodhë kjo? Kur është ngrita këtë akuza? Në mujnë 2-3, në që aty dykun. Mujnë 2-3, vitit 2025? 25, po. E qartë? Po. Gjatë qësoj periude, sa nuk është largu qira marsi prej pronës tone, sa të ka dëmtu ty personalisht? Ka dëmtu shumë, shumë ka dëmtu, se këtu është veni për ndërtim, të lartë. Unë e kam pas një që për me ndërtus, jam marrë vesh krejt, me përqinje me krejt. Me shukën për ndërtim? Po, për ndërtim. E kam marru me projekte me krejt, edhe mas se ka kryket, këna pas vish me bo kontrat, më ka thirë, më falë se nuk, muj se probleme s'pëdu. S'pa unë shu edhe kjo, tha unë se marë. Edhe kalan, edhe aty kam humbje, se këtu janë dikun rrëth 20.000 metra katror. E qartë. 20.000 metra katror, merë me menë sa janë këtu, vlera kësaj. Thonë qish po e shohim në këto, ti ko ke rrëtu për ndërtime. Po, vetëm unë kam betu tash. Po, unë jem këtu, me një pjesë. E vetëmja toka jote që ka metë kështu për shkak problemit. Për shkak problemit, për shkak. A lemru edhe një investitor. Edhe aj më ka thonë pa liru krejt, nuk moj. Jena marrë vesh krejt, po pa liru krejt nuk moj. Edhe kështu ka metë. Une e këshna lutë me gjëkat
me prokurori, me polici, me marrë masa sa më të shpejta, mu liru prona. Se s'jam interesum për me bon problem, ku du, ose funksion në i ligjë, me marrë masa sa më shpejt. Na tash po provojna me siguru numrin edhe me kontaktu me Gazmend Fetoshin, këto, i cili vazhdon me qëndru në peronën e zotit Prenk Kaçinari, pavarësisht se i është kërku me u largu dhe ju ka përfundu kontrata e qiradhënies. Si do qoftë, që kena me bo tash, kena me shku te gjykata themelore në Prizren, edhe kena me ksyra, kena me mujt me marr informacion në lidhje me rastin akt akuza prej prokurorisë veç është ngri, do me thonë, neve që ka po na intereson me ditë në qfar procedure është landa dhe nëse është të ushqirtu kjo landë, nëse i ka ardhur rani. Hajde? Këtu jemi me Marcel Lekajn, zëdhënës i gjykatës themelore në komunën e Prizrenit. Zoti Marcel, mas parit falenderoj që pranove me u përgjigj kështu spontanisht, shpejt e shpejt brenda ditës. Atëherë pak a shumë në ta sqarova përmes telefonit situatën, po më intereson me ditë çështja, kontesti pronësor në fjalë, në çfarë faze, në çfarë procedure të gjykimit është aktualisht. Atëherë burim për landën, për kontestin në atë pronë mes palëve të njëjta, në gjykatë janë të zhvillu 2 procedura kontestimore, pra në divizionin civil. Në një landë të inicuar në korrik të vitit 2025, paditësi Gazmend Fetoshi ka padit palën Prenk Kaçinari për kërkesë padim pengim posedim. Për këtë landë janë marrë 2 seanca, një në tetor dhe një në dhjetor. Në dhjetor gjykata ka dalë vendin e ngjarjes, e ka konstatu gjetur atë vendin e ngjarjes edhe e ka urdhëruar një ekspertizë. Ekspertiza është pranuar në mes të janarit, do të thonë në mes të këtij muajit, tash pasi gjykata e ka pranuar ekspertizën, do ta cakton edhe seancën e radhës. Fillimisht ja dërgon ekspertizën palëve dhe pastaj cakton seancën e radhës. Për të njëjtin pronë, për të njëjtin kontest, në nëntor të vitit 2025, pala Prenk Kaçinari ka padit palën të paditur Gazmend Fetoshi edhe i njëjti kërkon lirimin e pronës dhe kompenzim dami sipas dokumenteve që ata kanë paraqit prova materiale bashkë me padin, po për këtë landë ende nuk është caktuar një seancë radhës për shkak se u zhvillu një kontest paraprak për pengim posedim, e cila për nga natyra është më urgjente dhe do në trajtim pak më të shpejt. Okej, zakonisht të e marrë parasysh edhe seriozitetin e rastit, sa kohë marrin këto raste në gjykim edhe në vendim? Po landë fillojnë trajtohen prej anës gjyqtarëve të caktuar duke marrë parasysh prioritetin ligjor që ata e kanë, duke pa që landa është dorëzuar në korrik edhe me njëherë ka fillu mu trajtu në tetor, janë marrë 2 seanca o dalë në vend ngjarjes, kjo është trajtim brenda fatit shumë shpejt, për shkak edhe të natyrës kontestit landës që është pengimi i posedimit të një prone, ndërsa landa tjetër thash është për çështje të kompenzimit të dëmit, ajo merr pak më shumë kohë sepse njëherë duhet zgjidhet çështja e pengimit dhe shfrytëzimit të pronës dhe pastaj vazhdohet me çështjen e kompenzimit. Zoti Lekajt, falenderoj shumë për përgjigjen, kalofsh sa më mirë. Faleminderit shumë, punë të bërë. Ishte ky Marcel Lekaj nga gjykata themelore në Prizren, i cili na tha që çështjet rasti është tu shqyrtu, do me thonë, tashmë në kohë rekorde në bazë të standardet që i ka kjo gjykata aktualisht. Sidoqoftë na kena me nejt në rrjedha, kena me i përcjellë edhe seancat gjyqësore, mos harroni, unë jam Burim Pacolli me që ta mërim që jeni në këtë platformat, siguroni një follow.